Pagesa për mëditje të pajustifikueshme, shpenzime për udhëtime të supozuara, punësime të paligjshme, shfrytëzim të automjetit zyrtar për udhëtime të rreshme brenda dhe jashtë shtetit. Ish drejtoresha e konviktit shtetëror Mirka Ginova akuzohet për disa vepra penale. Sipas prokurorisë së Manastirit, ajo dyshohet për veprat penale të vazhdueshme, keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizimit dhe falsifikim të dokumenteve, si dhe 2 vepra tjera penale të parapara në ligjin për transformim në marrëdhënie pune të rregullt. E akuzuara gjatë vitit 2022 dhe 2023 një të punësuari i ka mundsuar pagesë të pabazuar kompenzimi për pjesën e pashfrytzuar të pushimit vjetor, por edhe pas pensionimit i ka paguar mëditje dhe shpenzime për udhëtime të supozuara zyrtare, si dhe i ka lejuar që ai të vazhdojë ta përdorë telefonin zyrtar, me çka konviktit i ka shkaktuar dëm në vlerë totale rreth 140.000 denar. Po ashtu prokuroria thot se ajo ka paguar edhe për veten shpenzime të pajustifikuara prej 8.176 denarëve, të cilat i ka bërë gjatë udhëtimeve zyrtare në Serbi dhe Hungari. Gjithashtu, duke mos realizuar procedurë për prokurim publik, direkt ka lidhur marrëveshje me një kompani për shërbime kontabiliste, duke përfituar në mënyrë të paligjshme 180.000 denar, ndërsa ka bërë edhe punësime pa miratimin e Ministrisë së Financave. Gjatë viteve 2021, 22 dhe 23 akuzuara si drejtoreshe e institucionit që ka më pak se 300 të punësuar, ka pasur të drejtë të angazhojë më së shumti nga 3 persona me kontratë pa pëlqimin e Ministrisë së Financave. Megjithatë, ajo çdo vit e ka tejkaluar këtë numër në bazë të marrëveshjeve me shkrim, madje edhe me gojë. Personave të ndryshëm i ka paguar rreth 390.000 denar nga buxheti i konviktit. Nga viti 2021 deri në vitin 2024 kishte angazhuar më shumë persona me marrëveshje në vepër, për periudhë më të gjatë se 24 muaj, pa pëlqimin e Ministrisë së Financave, dhe në atë mënyrë ka paguar 712.000 denar. Veprën penale falsifikimi dokumentave sipas prokurorisë, drejtoresha e ka kryer që ta justifikojë mungesën e saj në institucion, duke përpiluar urdhra udhëtimi të rreshme sipas të cilave ajo ka udhëtuar në rrethinën e Manastirit, Krushevës, Prilepit ose Shkupit me automjetin e saj zyrtar, megjithse në atë kohë është vërtetuar se ajo ka dalë nga vendi me automjetin e saj zyrtar përmes pikave kufitare me Gjitlia, Qafthan dhe Novosel në udhëtime 1 ditore ose shumë ditore.